Do dhe trofeu i 2 të Ravazit, lojtari më i mirë i ndeshjes. Rikthimi nga Bullgaria, po rezulton i sukses, burime. Shumë faleminderit, më rëndësishme është fitoria e ekipit dhe 3 pikët. Shpresoj të bëjmë të tritëm, kjo është më rëndësishme për mua dhe për ekipin. Sa ju shijoj gol fund, nga e fundit të Elbasanit, një ekip direkt. Sa ju kënaq? Ai kisha shijuar edhe një herë këtë gol, por kjo me Dinamon para 2 vitesh, por kjo ishte një ndjesim e veçantë sepse jemi në vendin e parë dhe ndjem shumë minuta. Kemi sa po ambientohesh me shokët e skuadrës? Besoj gjithë çunat e një, kemi një kemistri shumë mirë me njëri tjetrin dhe ndeshjes do jetë edhe më mirë, besoj. Do të jesh rikthyer për titullin kampion Shkodër? Besoj se po. Për titullin kampion më kthy. Kevin, patjetër ka një dedikim ky gol. Familja juaj ishte tribun, prindërit tuaj. Po them drejt në familjes time ja kushtova këtë golin dhe po ashtu edhe tifozëve shkodran që ishin pranishëm në stadion. Sa gola premton Kevin Dodri deri në fund të sezonit? Sa më shumë tjetë e mujtën, shpresoj që të bëj. Sukses. Sukses.